Shumë kosovar kanë marrë rrugën e migrimit ilegal në fund të vitit të kaluar dhe në muajt e parë të këtij viti. Në të dhënat të zyrtare të Eurostatit, ata janë rënditur më njëherë pas sirianëve dhe afganëve. Një pjesë e tyre tashmë janë riadhësuar, ndërsa shumica ende janë të strehuar në shtetet e perëndimit. Kudo që ata gjenden, sot e kanë pasur ditën e tyre. Bashkë me refugjatët e shteteve tjera, ata nuk janë pak, por 60 milion. Antonio Guterres, komisioner i lartë i OKB-s për refugjat, ka thënë me rastin e kësaj dite se për shkak të mungesave të mëdha të financimit dhe të mangësive në aspektin global, njerëzit në nevojë për ndihmë dhe strehim janë duke u braktisur. More people fled last year. Me mungesat të mëdha të financimit dhe të mangësive të mëdha në aspektin global për mbrojtjen e viktimave të luftës, njerëzit në nevojë të mëshirës, ndihmës dhe strehimit janë duke u braktisur. Për një kohë të zhvendosjes masive të paparë, ne kemi nevojë për një përgjigje të madhe humanitare dhe një angazhim të përfshirë global ndaj tolerancës dhe mbrojtjes për njerëzit. Sipas UNHCR-s dhe Eurostatit, nga viti 2008 deri në vitin 2014, mbi 90.000 kosovar kanë kërkuar azil në vendet e BE-s. Kjo si pasojë e situatës politike dhe gjendjes ekonomike. Për fluksin e madh të azil kërkuesve për në Gjermani ka folur edhe zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë. Edhe pse në muajt e fundit numri i azil kërkuesve kosovar në Gjermani ka filluar të bie, ende është një numër rreth 27.000. Ky numër ka filluar të bie fal përpjekjeve të përbashkëta mes dy vendeve, ndërsa për këta 5 muaj, nga Gjermania janë kthyer 5.000 kosovar. Përgjithsisht në botë në fund të vitit 2014 janë zhvendosur me forcë rreth 59.5 milion njerëz, kurse një vit më parë ishin zhvendosur rreth 52.1 milion. Dita botërore e refugjatëve ka për synim të tërheqë vërejtjen për vuajtjen e 10 milion refugjatëve në mbar botën.